Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi faqa e shpatave, 5 kupat, mbretëresha e shkopinjve, vdekja. Java për ju nis me kartën faqa e shpatave, e cila nënkupton se mund të ndiheni më kurioz ose më kurioze, më vigjilent ose më vigjilente dhe më të orientuar të analizoni gjithë çka që po ndodh rreth jush. Mund të kërkoni përgjigje për çështje që ju kanë mbetur pezull ose të vini re detaje që më parë ju kishin shpëtuar. Megjithatë, kjo prirje për të analizuar mund t'ju çojë edhe drejt energjisë së 5 kupave, ku mendja ndalet më shumë tek zhgënjimet, tek gabimet ose tek mundësitë që mendoni se kanë humbur. Kartat tregojnë se rrezikoni të përqendroheni më tepër tek ajo që nuk funksionoi, duke lënë në hije atë që ende mund të ndërtoni. Pikërisht, në këtë moment shfaqet mbretëresha e shkopinjve, pa dallim gjinie, e cila ju thot dhe ju rikujton forcën, ju rikujton vetbesimin dhe aftësinë për të marrë sërish drejtimin e jetës suaj. Mbretëresha e shkopinjve nuk flet për një ndryshim tafti bafti të menjëhershëm. Ajo flet për vendimin që të mos lejoni më të kaluarën të përcaktoj të ardhmen tuaj. Kjo energji ju përgatit për transformim që manifestohet më pas me kartën e vdekjes. Vdekja nuk flet për humbje. Vdekja thjesht tregon se një mënyrë e vjetër e të menduarit, një zhgënjim ose një situatë që nuk ju shërben më mund të marrë fund. Ky ndryshim mund të mos jetë gjithmonë i lehtë, por kartat tregojnë se është i domosdoshëm për t'ju hapur rrugën e një etape të re. Në tërësi, ky kombinim kartash në sferën personale më flet për një javë transformuese, ku fillimisht mund të përballeni me mendime që ju mbajnë të lidhur me të kaluarën, por gradualisht do të gjeni forcën për t'i lënë pas dhe për të ecur përpara me më shumë besim. Kartat këshillojnë të mos kapeni pas asaj që ka përfunduar tashmë, sepse transformimi fillon kur pranoni të lini pas atë që nuk ju shërben më. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 shkopinjt, 2 kupat, 5 shkopinjt, 4 monedhat. 7 shkopinjt tregon se mund të ndjeni nevojën të mbroni mendimet, të mbroni zgjedhjet, ose të mbroni kufijtë tuaj brenda familjes. Mund të krijohen situata ku secili përpiqet të mbrojë këndvështrimin e vet, dhe kjo mund të sjellë një farë tensioni. Megjithatë, 2 kupat tregon se pavarësisht dallimeve, ekziston mundësia për mirëkuptim, për pajtim dhe për afrimin e zemrave nëse të dyja palët janë të gatshme të dëgjojnë njëra tjetrën. Ky lloj ekuilibri mund të vihet në provë nga 5 shkopinjt, i cili tregon debate, mos përputhje mendimesh ose konkurrencë për të imponuar idetë personale. Kartat nuk flasin me patjetër për konflikte të mëdha, dramatike, por më tepër sikur flitet për situata ku krenaria ose mungesa e kompromisit mund ta bëjnë komunikimin më të vështirë. Në fund shfaqen 4 monedhat, duke treguar se secili mund të priret të mbahet fort pas bindjeve, pas emocioneve apo edhe pas çështjeve materiale.
Nëse askush nuk është i gatshëm ose e gatshme të lëshoj pak terren, zgjidhja mund të vonohet. Nga ana tjetër, unë do të thoja se kjo kartë gjithashtu mund të tregoj edhe dëshirën për të ruajtur stabilitetin familjar dhe për të mbrojtur atë që është ndërtuar deri tani. Pra në tërësi, kartat tregojnë se harmonia është e mundur, por kërkon të jeni fleksibël dhe të jeni të gatshëm edhe për të dëgjuar këndvështrimin e personave të tjerë, që mund të jetë partneri, partnerja ose anëtarët e familjes. Kartat këshillojnë të mbroni atë që ka vlerë, por mos lejoni që krenaria të bëhet pengesë për mirëkuptimin. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi bota, 5 monedhat, asi i shpatave, Heremiti. Bota tregon se në jetën sentimentale po mbyllet një cikël i rëndësishëm. Për disa prej jush kjo mund të nënkuptoj pjekurin në një marrëdhënie, ndërsa për të tjerët mund të nënkuptohet pranimi se një kapitull ka përfunduar dhe se është koha për të ecur përpara. Megjithatë, menjëherë pas botës shfaqen 5 monedhat, duke treguar se ky tranzicion mund të shoqërohet me ndjenja vetmie, me një lloj ndjesie mungese ose pasigurie emocionale. Edhe nëse ju jeni të rrethuar nga njerëz, mund të ndjeni se diçka ose dikush i rëndësishëm ose e rëndësishme ju mungon. Në këtë pikë hyn asi i shpatave, duke sjellë qartësi dhe të vërteta që nuk mund të shmangen më. Mund të zhvillohet një bisedë e sinqertë, të merret një vendim i prerë dhe i rëndësishëm, ose mund të kuptoni më qartë se çfarë kërkoni ju nga dashuria. Për ju që jeni në një marrëdhënie, kjo mund të jetë mundësia për të zgjidhur ndonjë lloj paqartësie. Për ju që jeni vetëm, mund të jetë momenti kur liroheni nga bindje ose nga kujtime që ju kanë penguar të hapni zemrën. Heremiti tregon se pas kësaj qartësie do të ndjeni nevojën të reflektoni duke u tërhequr nga zhurma. Heremiti nuk është një kartë izolimi, por një energji e pjekurisë. Kartat tregojnë se nuk do të kënaqeni më me lidhje sipërfaqësore. Do të kërkoni diçka që ka kuptim të vërtetë dhe që përputhet me vlerat tuaja. Pra, në dashuri ekziston mbyllja e një cikli që tregon karta e botës, e cila mund të sjellë përkohësisht ndjesinë e mungesës ose vetmisë që e pasqyron edhe karta me 5 monedhat, por pikërisht përmes qartësisë që sjell asi i shpatave, do të arrini të kuptoni se çfarë dëshironi vërtet. Heremiti në fund ju thotë të jepni kohë vetes për ta përvetësuar këtë të vërtet, pra pa marrë vendime të nxituara. Në tërësi, kjo javë, siç thash, mund ta shënoj fundin e një cikli emocional dhe fillimin e një mënyre të re se si ta jetoni, gëzoni, përjetoni, shijoni dashurinë. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga vetmia e përkohshme. Nëse ajo ju çon drejt së vërtetës që zemra juaj ka nevojë vërtet ta dëgjojë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 monedhat, 2 shkopinjt, forca në të kundërt, 3 shkopinjt. Në punë, 10 monedhat tregon se baza profesionale që keni ndërtuar është më e fortë se sa mund ta mendoni. Mund të ndjeni më shumë siguri, të merrni mbështetje ose të shihni rezultatet e përpjekjeve tuaja. Mbi këtë themel shfaqen 2 shkopinjt, të cilat nënkuptojnë se tashmë po mendoni për hapin e radhës, pra po bëni një lloj planifikimi. Mund të lindë një mundësi e re ose një dëshirë për të zgjeruar
horizontin në sferën profesionale. Megjithatë, forca në të kundërt tregon se në një moment mund edhe të dyshoni te vetja ose të ndiheni të lodhur nga përgjegjësitë, sikur ka një rënje të përkohshme të besimit ose të energjisë. Është e rëndësishme të mos lejoni që ky moment t'ju bëjë të hiqni dorë nga planet që keni ndërtuar. Pikërisht, për këtë arsye, në fund shfaqen edhe 3 shkopinj, duke treguar se e ardhmja mbetet shumë premtuese. Përpjekjet që bëni tani mund të hapin dyert të reja dhe t'ju afrojnë me synimet që keni vendosur prej kohësh. Kartat tregojnë se durimi dhe vizioni afatgjatë do të shpërblehen. Pra në tërësi kjo është një javë që ju këshillon të mos e nënvlerësoni veten vetëm sepse po kaloni një moment pasigurie. Është thjesht një moment, do kaloj. Kartat këshillojnë t'i besoni përvojës që keni ndërtuar dhe mos lejoni që dyshimet e përkohshme t'ju largojnë nga qëllimet afatgjata. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi rehatia ose komoditeti. Kjo kartë ju thot se rehatia është e rëndësishme, por nuk duhet të bëhet arsye për të qëndruar aty ku nuk rriteni më. Kartat e kësaj jave ju këshillojnë të gjeni siguri brenda vetes, jo vetëm në atë që është e njohur. Sepse pikërisht jashtë zonës së rehatisë mund të fillojë edhe ai transformimi që kërkoni ose që ju nevojitet.